Nëse mund të ndajmë ashtu, epoka e presidentit Ilir Rugova dhe epoka e presidentit Thaçi, janë asaj politike që pa lekundshëm, me kujdes të madh, po mirëmbante, zhvillonte raport me SBA-ja, politiku ndërprej me ardhin e zotit Kurti. Epoka e Ibrahim Rrugovës ka qenë epoke e ndërtimit të raporteve dhe marrëdhënieve. Po. Epoka e Hashim Thaçit ka qenë epokë e mirëmbajtjes së marrëdhënieve dhe pozicionimit dhe etablimit ndërkombëtar të Kosovës, apo etablimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Njohje, antarësim në organizata ndërkombëtare, bashkëpunime e tjera e tjera. Epoka e zotit Kurti me zonjën Osmani fatkeqësisht, duhet ta them, ka qenë epoket e poshtzës. Nuk po e them unë, po e thojnë partnerët tanë në fund të ditës. Unë veç po e ndërmjetësoj atë çka po thonë ata. Se po t'ishte ndryshe, ne do t'ishim ndryshe. Dhe më e keqja është që tërë këtë ne e paraqesim si patriotizëm. Ne i thojmë, mendojmë që... Gjundrojmë në këtë anijen pacak. Se ne kemi një problem tash si shoqëni. Rid. Na ma shumë kemi qef me besu në diçka që është rren, veç me na thonë mirë, si kur ashtë i dronave në Gilanat, kujtohet, që aplaudojshin njerëzit po prodhohen drona në Gilan. Njerëzit besojshin, pse besojshin? Jo që nuk ishin skeptik, po kishin qef që ashtu, se na si shoqëni kemi qef me na rajt, se sa me na thonën që shtu është situata. Hajde tashti, a kanë thonë dronat, unë edhe ti që po mundohemi me qenë sa ma direkt në raport me situatën. Këshyri ti, a ma shumë e shajnë ata që ka rajt për drona dhe që po rranë për municion, apo neve që po ju thojmë o njerëz, nuk ka kur gjë. Kjo është thjesht me shpërla dhe më tutje trunin. Kjo shpjegon një problem sociologje kulturor. E ka një shpjegim. Na jem 1.600.000 banor rezident. 1.600.000. Edhe me na u prodhu 1.600.000 pluma në dite. Në dite, po them. Na dohen 1.600.000 makineri luftarake.